Në Kosovë ka nisur fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale. Në këtë proces zgjedhor marrin pjesë 103 subjekte politike. Prej tyre 50 janë shqiptare, 31 serbe dhe të tjerat nga komunitetet e tjera pakic. Autoritetet kosovare u kanë bërë thirrje serbëve që të marrin pjesë masovikisht në zgjedhje. Të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të gjithë pjesëtarëve të gjitha komuniteteve, në këtë rast edhe qytetarëve të komunitetit serb. Në Shkup po mbahet një festival I organizuar me rastin e ditëlindjes së Mahatma Gandhit. Festivali Sahara sponsorizohet nga miliarderi indian Subrata Roy, I cili në vendin e tij është akuzuar për mashtrim financiar. Pjesëmarrësit përfshin ish kryeministrin britanik Tony Blair dhe lider të tjerë botror. Në Kabul, aktivistët kanë marshuar për zhvillim paqësor të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2014. Marshuesit kanë bërë thirrje për pjesëmarrje të gjerë të votuesve, të cilët kanë hezituar të regjistrohen për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Në Azerbajxhan, mbështetësit e kandidatit opozitar presidencial Chamil Hasanli janë tubuar në qytetin e dytë më të madh Ganja. Hasanli konsiderohet të jetë sfiduesi kryesor I presidentit Ilham Aliyev. Rusia ka përkujtuar viktimat e krizës kushtetuese të vitit 1993, kur një konflikt politik midis presidentit të atëhershëm Boris Jeltsin dhe parlamentit ka çuar në luftime të dhunshme nëpër rrugë. Shërbimi përkujtimor është mbajtur pranë televizionit Ostankino, I cili është sulmuar nga mbështetësit e parlamentit 20 vjet më parë. Ishte kjo përmbledhja e videolajmeve të Radios Evropa I Lirë.